Kemi marrë vendimin për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të platformës online TikTok. Ju, siç e dini, ne kemi zhvilluar një seri të gjerë konsultimesh me prindrit, rreth 65.000 prindër të pyetur në rreth 1.300 takime, të realizuara për sa i përket efekteve që lidhen me sigurinë e fëmijëve, që lidhen me sigurinë e tyre në mjedisin digital dhe efektet negative që rrjetet sociale dhe platformat të cilat kanë përmbajtje të pakontrolluara mund sjellin në shëndetin dhe gjithashtu mirëqenien psikoemocionale të fëmijëve. Në të gjithë këto takime që ne kemi kryer, konsultime, me qëllim edhe realizimin e planit veprimit të ri për sa i përket forcimin e mekanizmave të parandalimit, sa i përket incidenteve të cilat më pas shkaktojnë incidente që lidhen me dhunën fizike dhe gjithashtu edhe bullizmin apo edhe atë online.